Nëse themi se Zoti flan, Zoti lodhët, Zoti i lindën, apo, qysh nuk duhet me konë Zoti për me konë Zot më mas i saj? Apo qysh nuk duhet me konë më? Qka duhet mas me konë Zoti që me konë Zot? Mas e qëtu i kama të të qka? Sjetë më kur gjë? Në pse i themi Allah, pse? Nuk ka linë, nuk ka. Kena një vargë mohimesh, apo që e pastrojmë Allah për tyne, se së mund me konë Zot aje që është qëtë. Ama ti, nëse ja ke pëhu prejardjen, ja ke pëhu fillimin, ja ke pëhu lodhjen, ja ke pëhu nevojen, ja ke pëhu gabimin, ja ke pëhu. Mirë, qka jetë tjetër me pastru Zotin? Që kjo është pohimit, ti me qëta e panë Zotin, e me qka e më hanë, Allah? Qka më im? Qka prek më imi? Nëse që kjo e pohimi? A për kuptani? Një njëri do me livdu. Apo? Edhe i thush, ti shumë ki potencial me kun i qmendon. Edhe shumë je i keq, edhe shumë po harran, në kuptim negativ, edhe shpesh e pëthem premtimin, edhe jetu rajt, amone besoj që ti e njëri mirë. Që shqepojmë se pune, dikur që shtu me tonë. A thush, Zot të trujt, të lëmjon që të kam. A thush? Për jo, Allah, qëfar kuptimi ka me thonë, je buri mirë, mas një vargë sharje është që ti ka bojë. Qëfar kuptimi ka pëta? S'ka kuptim, Allah, s'ka kuptim. Andaj pohimi ka kuptim mas mohimit, kur mohan ato që ka nuk i përket, pas taj pregadit. Do me thonë, pregadit fushën për pohim dhe lavdim. Andaj na, Allahu në gjellë ora, ja mohojmë padrejtsin, ja mohojmë gabimin, ja mohojmë këtë, edhe ja pohojmë këtë. Që këtu ka kuptim Zoti. Nëse ja pohanë Allahut këtë që ka krijesa, qka jetë Allahut, apo që ajme kënë Zoti, e mas me kënë krijesa, qka jetë? S'jetë më kurgjë. Andaj na themi, ualem jekun lehu kufuven ehad. Nuk është i ngjeshëm me ta askush. S'ka se Allahu xhabar është ndryshe. Në çdo aspekt. Prandaj në përmbyllet e sosë të Ikhlasut vëllazër, nëse Allah është ndryshe, nëse Zoti është ndryshe, dallon për tjerë në kuptim pozitiv, bën edhe ndryshe. E atë bën ndryshe për tjerëve. Sinqeriteti yt, aktiviteti yt, produktiviteti yt, angazhimi yt, lidhja mes vete, dashnia mes vete, le të jetë ndryshe për këtij tjerëve, për shkak se Zotin e kena ndryshe, fenë e kena ndryshe, pejgamberin e kena ndryshe. Që i ndryshimi Allahut për krijesave, le të përfaqet në jetën tonë, që edhe na timi ndryshe në sjelljen tonë, në adhurimin tonë, në durimin tonë, në këtë çka është e jona, timi ndryshe, për shkak se Zotin e ke ndryshe.